Gjykata e Tiranës caktoi arrest me burg për Gjon dhe Elvis Shkambi, Xhaxha dhe Nip që akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin vranë në sallën e gjyqit gjyqtarin e gjykatës së apelit të Tiranës Astrid Kalaja. Elvis Shkambi akuzohet si ekzekutori i krimit, ndërsa Xhaxha i tij Gjon Shkambi për bashkëpunim në kryerjen e kësaj vrasje. Që të dy shfaqën pendes para gjykatës dhe i kërkuan falje publikisht familjes së gjyqtarit Kalaja, por arsyetuan vrasjen me tronditjen e fortë psiqike, sipas tyre nga kalvari i gjatë i gjyqeve. Elvis Shkambi shpalli sot falje publike për sa i përket vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Ka shkruar një vendim shumë thellë për këtë ngjarje. Kjo ngjarje është krijuar si shkak i akumulimit të stresit dhe shumë vite kalvarit vujtjes tyre si familje në gjykata civile, ka qenë në kushte të rënditjes lartë psiqike në marrjen e vendimit, i cili ka krijuar një rënditje të thellë psiqike dhe ka kryer një krim të tillë. Shteti Elvis Shkambi foli dhe e saroi pozicionin e tij në lidhje me krimin e kryer në kalvarin e gjykatave civile në Shkodër dhe në Apel, dhe ku kërkoi që drejtësia ka dështuar në këtë proces. Gjithashtu shtetës Elvis Shkambi foli me një elokuencë fantastike për sa i përket momenteve të ndodhjes së krimit, pra në momentin që ka ndodhur, thotë, në momentin që është dhënë vendimi, ai është rënditur thellë dhe në këtë moment ka shtënë drejt gjyqtarit Astrid Kalaja. Në arrest me burg u la edhe punonjësi i sigurisë në godinën e gjykatës së apelit në Tiranë, 63 vjeçari Banush Koxhaj. Para gjykatës, Koxhaj u mbrojt duke deklaruar se ditën e ngjarjes kishte kërkuar zëvendësim nga kancelaria e gjykatës pasi nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Ai tha se vuante nga diabeti.